Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 12 qershorit, ditës së çlirimit të komunës së Dragashit, ditën e djeshme, në sallën e Asamblesë Komunale, u mbajt një ceremoni simbolike, në të cilën kryetari i komunës, zotëri Begje Xhiladini, nderoi me mirënjohje dhe dhurata të gjithë të pensionuarit nga radhet e administratës komunale, arsimit dhe shëndetësisë. Me këtë rast, kryetari Xhiladini shprehu falënderim të veçantë për kontributin shumëvjeçar, për kushtimin dhe ndershmërinë, me të cilët këta qytetarë i shërbyen komunës dhe brezave të rinj. Ai theksoi se komuna e Dragashit do të jetë për herë mirënjohëse për punën dhe trashëgiminë që lan pas këta zyrtarë. Katër vite punëtori administrator. Sot në këtë ditë të veçantë për komunën tonë, ditën e çlirimit të Dragashit, kemi nderin të përulemi me respekt dhe mirënjohje para jush që për vite e dekada me radhë i shërbyet me përkushtim e ndershmëri komunës sonë, qytetarëve tonë dhe brezave të shumë të komunës sonë. Në emrin tim personal dhe të institucionet që përfaqësoj, ju falenderoj për punën tuaj të palodhur, për provojën dhe urtësinë që keni dhënë në administratë, në arsim, në shëndetësi, tri shtilla kryesore me të cilat ndërtohet çdo shoqëri e shëndosh. Pensionimi nuk është fundi i rrugëtimit tuaj, por një kapitull i ri ku frytet e punës suaj të ndershme vazhdojnë të jetojnë në gjurmët që keni lënë pas. Ju uroj shëndet, qetësi dhe gëzim në vitet që vijnë. Komuna Dragashit dhe qytetarët e saj do të jenë gjithmonë krenar dhe mirënjohës për ju dhe punën tuaj të ndershme. Gëzuar 12 qershorit, dita e çlirimit të komunës së Dragashit dhe urimet më të përzemrata për pensionimin tuaj, ju faleminderit.